Komisioni posaçëm me reformës territoriale administrative ka vijuar diskutimet me dëgjesën e 6 të radhës. Përfaqësuesit e mazhorancës dhe të opozitës u ndalën në Shkodër ku theksuan nevojën për bashki të forta, mundësinë e financimit nga Bashkimi Evropian dhe shërbimet më afër qytetarëve. Dhe disa ekuilibra që kërkojmë rregullisht të gjithë palët, edhe kur janë të majt djathtë, pro apo kundër 2014 thonë i duam bashkit më të forta. I duam bashkit dhe më autonome, që janë të dyja kërkesa shumë drejta. Por ama, kur neve i kërkojmë që bashkit të kenë kompetenca, duke parë njëri tjetrin në sy, duhet të themi që kompetencat vinë bashkë me gjë tjetër, vinë bashkë me kompetentët, me ata që din ta bëjnë funksionin. Nëse ne themi që bashkia do të bëjë shërbim social, duhet ketë ekspert që din si bëhet shërbim social. Nëse ne themi që bashkia do të bëjë politikë strehimi, do të thotë që ne duhet kemi ca njerëz që dinë si bëhet një politikë strehimi, si hartohet një plan strehimi dhe si implementohet. Nuk thash që është kërkesë e Bashkimit Evropian ta bëjmë reformën. Thash që si rrjedhoi e faktit që ne futemi në Bashkimin Evropian, bërja e reformës na jep mundësinë që t'i shohim hajrin antarësisë në Bashkimin Evropian me bashki të forta që kanë mundësi të tërheqin financime për qytetarët. Karta Europiane edhe qeverisjes vendore përcakton qartazi që komunitetet kanë përfaqësuesin e tyre politik. Samiru tha nga dikush këtu që zonat që kanë deputetin shkojnë ke deputeti, po çfarë është deputeti? Përfaqësues politik. Çfarë është antari i Këshillit Bashkiak? Përfaqësues politik. Çfarë është kryetari i bashkisë? Përfaqësues politik që i diesh dera dikur. Ja pra që duhet dhe përfaqësimi. Nuk është opsionale, është thelbësore. E ofrojmë ne këtë parim europian me qenë se do aplikojmë për fondet, ne nuk do presim këtë moment për fituar projekte. Në çdo moment, bashkit, njësitë bashkiake, mund fitojnë projekte, sepse rasti i Kroacisë dëshmon, thash ka bashkit vogla 556, ka 3 milion banor, dhe ka fituar miliarda projekte, për shkak se ka bashki të forta. Jemi dakord, ne rregullojmë dhe funksionalitetin, edhe autonomin financiare, po ka dy modele. Modeli suedes, ku bashkit janë forta sepse mbledhin një sasi taksash të ndryshme nga ato që mbledh pushteti vendor sot, dhe i menaxhon vetë sipas nevojave që ka. Ka dhe një model tjetër, gjerman, që i jep bashkive të mëdha të vogla të mesme 14% të GDP-s. 14% të GDP-s.